أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe mëshira Allahut xhalla wa ala qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, mbi të gjithë ata të cilët e pasuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ndihmuan atë në rrugën e tij, e shoqëruan atë në vendosjen e amanetit në vendin e tij, u bërën krah I të dërguarit të Allahut subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, për t'i lehtësu atij amanetin të cilin e kishte në krahët e tij. Ata sahabët dhe ata të cilët erdhën pas sahabëve tabiinët dhe ata të cilët erdhën pas tyre tabiinët, ishin gjeneratat më të mira që kanë jetuar ndonjëherë prej gjeneratave në fytyrë tokës. Nuk lanë diçka që kishin mundësi me e sakrifiku, apo me e shfrytzu, apo me e shtin në përdorim, në ndihmes të dinit të Allahut, vetëm se e bën një gjë të tillë. Nuk lanë diçka në mundësitë e tyre, vetëm se shfrytzuan gjithçka prej vetës, që fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala të arrinte tek zemrat e njerëzve, për shkak se zemrat janë krijuar që ta adhurojnë Allahun azza wa jall. Dhe momentin që një zemër e dëgjon fjalën e Allahut dhe e kupton ata, dhe Allahu azza wa jall lejon që të futet fjala e tij në atë zemër, ajo I nënshtrohet Allahut subhanahu wa ta'ala, ajo I nënshtrohet urdhrit dhe asaj që e dëgjoj prej Allahut tabaraka wa ta'ala, për shkak se shërimi më I mirë për zemrat, e zemrat vazhdimisht ndryshojnë, është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. E zemra vazhdimisht ka nevojë për shërim, për ilaç, e ilaçi më I mirë I zemrës është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. A nuk e meditove ti kur tha Allahu azza wa jall në suratul Ikhlas, kul huwa Allahun, tha Allahu azza wa jall, kul huwa Allahu ahad, thuaj o Muhammed se Allahu është një I vetëm. Allahu samad, Allahu është ai I cili, për të cilin gjithçka ka nevojë, ai s'ka nevojë për kërkon hiç. E çdo zemrat e tona kanë nevojë shumë për Allahun subhanahu wa ta'ala, kanë nevojë shumë për fjalën e Allahut tabaraka wa ta'ala, innehu shafi, ai është shëruesi I zemrave, ai është që më së miri din për dhimbjen e zemrës dhe për ilaçin e shërimin e saj. Dhe për këtë arsye Allahu azza wa jall nuk na e solli Islamin vetëm si sistem të jetës tonë, dhe mos e kupto vetëm prej këtij prizmi, por na e solli edhe si ushqim të shpirtit dhe ilaç të zemrës. Saqë Ibn Qayyimi rahimahullahu ta'ala tha, kur në Mekë, në kohën e tij, Allahu e mëshiroft, kur ishim në Mekë, ra një sëmundje që nuk dinim ilaç për ta. U shëronim me surën Fatiha. U shëronim me surën Fatiha
dhe ja këndonim njani tjetrit surën Fatiha dhe e largon të Allahun subhanahu wa ta'ala atë sëmundje. Pra, Kur'ani, fjala Allahut azza wa jall, duhet të jetë më e larta, e që kur të jetë më e larta pastaj të ndikoj në zemër, të ndikoj në shpirt, të ndikoj në nënshtrimin e trupit, në nënshtrimin e mendjes, në nënshtrimin e nefsit, në nënshtrimin edhe të shejtanit karin, që po rrika në venat e birit të Ademit. Wallahi, momentin që robi e shtrydh nefsin e tina dhe mundohet për Allahun subhanahu wa ta'ala me i pasu urdhresat, me ju përgjigje Allahut dhe me u ndalue tërsisht prej ndalesave që Allahu i ka ndalue, do t'i nënshtrohet edhe karini i tina. Nuk e ka qare. Nuk e ka qare, për shkak se Allahu azza wa jall ka premtue se kush i rregullon punët me Allahun, Allahu ja rregullon punë tjera. Kush i rregullon punët me Allahun, Allahu ja rregullon punë tjera. Më tregoti mu, a ka dikush që i ka punët më mirë me Allahun se sa ai i cili është ngritur me farzët e Allahut? A ka dikush që i ka punët më mirë me Allahun azza wa jall se sa ai i cili i është përgjigjur Allahut, labejk Allahumma labejk, të përgjigjem o Zoti jam, të përgjigjem në urdhrat që tim ke urdhërue dhe largohem me nënshtrueshmëri prej harameve që tim ke ndalu, largohem dhe nuk prekin to. Ky është në rrugën më të mirë, ky është në atë që Allahu azza wa jall e dën një rob. E momentin që robi qenë kanë këtë rrugë, në këto parime, në këta hapa, atëherë Allahu azza wa jall kamja rregullu ati çështjet e tij mes tij dhe njerëzve, mes tij dhe xhinve, mes tij dhe qarinit tina, dhe nuk ka mundësi me pas ndikimin qarini shejtan që po ecka në venat e birit të Ademit, po vrapojka, po nxitojka, po e nxejka gjakin, po e nxitka insanin për keq, po e nxitka, po i dhejka informacione edhe e xhinve tjerë që t'i bojnë probleme ati, s'ka mundësi me i voma. Sepse robi e ka rregullu çështjen e tina me Allahun subhanahu wa ta'ala. Musliman të ndërum, çështjet me Allahun azza wa jall rregullohen me parime. E këto parime mas miri në i tregoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Njona prej parimeve, hadith parimor që tregoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, është hadithi i pest, të cilin e solli Imam Ibn Rajebi në librin e tij Jami'ul Ulumi wal Hikam, për mbledhja e diturive dhe urtësive të këtyre diturive, e solli këtu, që ti mësoj muslimanët se kjo fe është e ngritur mbi bazat shëndosha, parime të cilat nuk ka mundësi me i pas kërkush tjetër përveç se Islamit, se ata të cilët i kishin parimet e tyre, i thyn ato parime. Ato ishin afat shkurtra ato parime, për shkak se do të vinte Kur'ani, do të vinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj paisu me këto parime. Merri këto parime, sepse do të jetosh krenar gjatë rrugës tënde. Do të jetosh ball hapur. Fytyrë qelur do të jetosh. Do të jetosh me përmallimin se kur do të atakoj Allahun subhanahu wa ta'ala, e të më shpërblej Allahu për qëndrueshmërinë time në këto parime. Wallahi, do të presësh atë moment me krenari dhe me padurim, me e pa gëzimin e Allahut azza wa jall, se që gëzohet Allahu me një rob i cili ka qëndru në parime të shëndosha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi këtë hadith, i cili hadith e ruan fejen e robit. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalet, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila ka thënë, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam,
Hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kush shpik diçka në çështjen tonë, në fejen tonë, ma laysa minhu, diçka e cila nuk është prej çështjes tonë, fa huwa raddun, ajo çështje është e refuzuar, e kundërshtuar. Pastaj transmeton Imam Muslimi në një hadith të ngjashëm, men amila amalan, kush vepron një vepër, laysa alayhi amruna fa huwa raddun, për të cilën ne nuk kemi urdhëru, as nuk kemi përmend diçka që të veprohet ajo vepër, atëherë kjo vepër është e kundërshtuar dhe e refuzuar drejt personit i cili e ka bo veprën. Thot Ibn Rajebi rahimahullahu ta'ala në komentimin e këtij hadithi, wa hadha al-hadith, ky hadith aslun adhiman fi usul al-islam, është bazë e fortë prej bazave të islamit. Wa huwa kal mizan lil a'mali fi zahiriha. Ky hadith është sikurse peshoja për veprat e hapta. Sikurse peshoja për veprat e hapta. Kama anna al-hadith, sikurse hadithi të cilën e përmendëm, an al-a'mal bin-niyat, se veprat shpërblehen sipas niyetit, mizanun lil a'mali fi batiniha, është mizan, është peshoj për veprat e brendshme, pra veprat e zemrës. Hadithi innamal a'malu bin-niyat, se veprat shpërblehen sipas niyeteve, qenë ka hadithi i cili i peshon veprat e brendshme, veprat e zemrës. Dhe thamë në hadithin e kalum, se veprat e zemrës janë kanë veprat e imanit. Veprat e zemrës janë kanë veprat e imanit. Andaj, në këtë pjesë, robi do të me eshtu kujdesin shumë. Se veprat e jashtme burojnë si urdhër i asaj e cila është e brendshme. Pra prej urdhrave të së brendshmes burojnë veprat e jashtme. Kurse hadithit të cilin po e përmend Aisha radiallahu ta'ala anha, të cilin hadithe pas ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi, parim prej parimeve që tregon se kush vepron diçka në fe, në çështjen tonë, në dinin tonë, në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, për të cilën Allahu dhe i dërguari i tij s'kan fol për atë çështje, pra ka ardhur me një risi, ajo risi i takon atina vepruesit, mirëpo në shariatin e Allahut ajo është e refuzuar. Ajo është e refuzuar. Dhe ky hadith qenë ka mizan prej mizaneve të Allahut azza wa jall, prej mizaneve të fesë islame për veprat e hapta. Fakema anna kull amalin la yuradu bihi wajhu Allah tabaraka wa taala, falaysa li'amilihi fihi thawab. Tha Ibn Rajebi, ashtu sikurse çdo vepër që veprohet nuk është për qëllim fytyra e Allahut subhanahu wa taala, pra vepruesi i asaj vepre nuk e ka për qëllim fytyrën e Allahut azza wa jall, në to s'ka sevap. Nuk ka sevap ai i cili vepron për diçka tjetër jo për Allahun subhanahu wa taala. Fa kedhalika kullu amalin la yakunu alayhi amru Allahi wa rasulih. E njëjtë është, pra e njëjtë është çdo vepër që veprohet e për të nuk është urdhri Allahut dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë fa huwa mardudun ala amilihi. Kjo vepër është e kthyer, e kundërshtuar drejt vepruesit të saj. I kthehet personit dhe nuk është çështja që vetëm i kthehet atij dhe përfundon me ta. Mirëpo do të mirët në përgjithësi para Allahut azza wa jall se pse robi veproi kështu. Prej kujt e dëgjoj që e veproi këtë çështje, apo shpiki diçka sikurse do të vi ajeti kuranor për këtë punë. Pra, wa kullu man ahdatha fi ad-din ma lam ya'dhan bihi Allahu wa rasuluhu, zonjani i cili shpik diçka në fe,
për të cilën nuk ka urdhëruar Allahu e as i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, falaysa min ad-din fi shay. Ai prej fejes nuk ka kur gjë. Pra përderisa një vepër që ka jashta urdhave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo vepër i mbetet vepruesit edhe jo që do të shpërblehet për ta, apo jo të thuhet se kjo është prej islamit, prej fejës Allahut azza wa jall. فهذا الحديث pra ky hadith يدل بمنطوقه aludon me shqiptimin e tina ala anna kull amalin laysa alayhi amru shari. Jep me kuptua se çdo vepër për të cilën nuk ka urdhëruar, për të cilën vepër nuk ka urdhëruar shariati dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, fa huwa mardudun, është vepër e refuzuar, o yadullu bimafhumihi, dhe jep me kuptu prej anës e kuptimit të sajna, ala anna kulla amalin alayhi amruhu, se çdo vepër për të cilën pas ka urdhëru Allahun subhanahu wa ta'ala, fa huwa ghayru mardud. Pra, është vepër që nuk kundërshtohet, vepër që pranohet, sepse ka urdhëru Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bi amrihi ha huna, ajo që është për qëllim me urdhën e Allahut subhanahu wa taala në këtë pikë, dinuhu wa shar'uhu kal muradi bi qawlihi, është feja Allahut azza wa jall. Pra fi amrina hadha, kjo pjesa që ka ardhur është fi amrina hadha, fi dinina hadha, au fi shar'ina hadha, në fejen ton të cilën ne jem, apo në shariatin ton që e ka pru Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra çdo gjë që po dal ka prej këtij shariati është e refuzuar dhe nuk pranohet, dhe çdo gjë që pas ka urdhëruar ky shariat është e pranuar dhe nuk refuzohet përderisa kryhet sipas rregullave shariatike. Pra kuptimi anna man kana amaluhu kharijan an ash-shar'i laysa muqayyidan bi shar'i, se çdo vepër që është jashta shariatit dhe nuk është e lidhur as pak me shariatin e Allahut azza wa jall, fa huwa mardudun, është vepër e cila refuzohet. Dhe fjala e tina laysa alayhi amruna isharatun ila anna a'mal al-'amilin kulluhum yanbaghi an takuna tahta ahkam shar'iyya. Pra çështja laysa alayhi amruna, për të përderisa na nuk kena urdhëruar për të, kjo pjesa e hadithit, thot Ibn Rajebi, duhet patjetër jep me kuptuar se duhet patjetër që robi me i pas parasysh veprat e tina, dhe veprat e tina me i boe çdo herë në kornizën e shariatit, dhe mos del jashta kornizës të shariatit. Wa takunu ahkamu shar'iyya hakimatan 'alayha bi amriha aw nahyiha, që të jenë ligjet e shariatit për to, për ndalesë apo për urdhëresë. Pra, ka mundësi që robi të ndalohet prej diçkafit, edhe të ndalohet prej diçkafit, ndërpo atë çështje nuk e ka ndaluar shariati Allahut azza wa jall, edhe të kalon në risi në bidat, dhe të mbetet përgjegjësia para Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se prej çdo vepre që ne e veprojmë, shpresojmë shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, dhe prej çdo haramin ndalese që ne ndalohemi, po ashtu shpresojmë tek Allahu azza wa jall shpërblim. Shpresojmë që Allahu subhanahu wa taala më na shpërblyje nëse dikush e ka rinijen e tij të shëndosh, dhe në rinijen e tij na ka mundësi, Allahu na rujt me ra në vepra të këqija, në harame, mirë po ruhet prej frikës së Allahut azza wa jall, ai shpreson që Allahu subhanahu wa taala ka me shpërblyj ato. Dhe prej këtij kambi, nëse robi ndalet prej diçkafit që Allahu nuk ka ndaluar, pra vjen me diçka krejtësisht të re në këtë pikë, dhe shpreson se Allahu azza wa jall prej kësaj të ndalur të këtina ka me shpërblyje, përgjegjësia do të mbetet para Allahut azza wa jall se ka dalë jashta kornizave të ndalesës
shariatike. Sikurse ai I cili që vepron diçka në shariatin e Allahut azza xal, për të cilën s'ka urdhëruar as Allahu, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek Allahu I mbetet përgjegjësia për shkak se ka dalë prej kornizave të urdhrave shariatike. Pra këto janë parimet, të cilat parime të ruajnë imanin dhe fejen tonë. Al-a'mal qisman. Veprat e robërve janë dy lloje. Ose janë ibadete, ose janë vepra muamalat. Pra vepra të cilat I vepron robi në jetën e kësaj bote, sikurse që janë nikahi, e tregtia e kështu me radhë. Pra, fa amma al-ibadat, sa I përket atyne që janë adhurime, fama kana minha kharijan an hukmi Allahi wa rasulihi bil kulliyya, çdo gjë që del prej hukmit të Allahut dhe hukmit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam krejtësisht, fa huwa mardudun ala amilihi. Kështu thot Ibn Rajebi. Ajo I kthehet vepruesit të saj. Pra I kthehet, është e kundërshtuar dhe nuk pranohet te Allahu azza xal dhe I kthehet vepruesit të saj. Wa amiluhu yadkhulu tahta qawlihi. Kurse ai I cili e veproi këtë vepër për të cilën s'pas ka pas urdhër prej Allahut dhe të dërguarit e tina, ky person tash hin në fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. A mos vall, ata kanë zota të tjerë, subhanallah. Shikoje se ku e kanë ndërtuar çështjen, se si e kanë ngrit argumentet për ata I cili po veproi ka diçka jashta urdhrave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Am lahum shuraka shar'u lahum. A mos vall ata kanë zota të tjerë që u kanë obliguar atyre, legjitimuar atyre diçka prej fesë për të cilën Allahu nuk ka dhënë leje për ta. Për të cilën Allahu subhanahu wa taala s'pas ka dhënë leje dhe me uqu robi me vepru diçka, do të mbetet përgjegjësia para Allahut subhanahu wa taala. E kuma për ata të cilët në bazat e fesë ngritën dhe ndryshojnë hukmin e Allahut, ngritën dhe ndryshojnë parimet e Islamit, ngritën dhe ndryshojnë çështjet, të cilat çështje nuk guxon robi as pak t'i prek dhe t'i lëviz ato nga vendi I tyre, po ata me guximin më të plot dhe duke mos e patur frikë Allahun azza xal as pak, qohën dhe I prekin parimet e Allahut azza xal, diçka që I takon atij e legjitimojnë edhe për njeriun I cili kana zaluman jahula, I cili ishte një zullumçar dhe ignorant I plot njeriu. Po mos ta mëson të Allahu azza xal, po mos I sjell të Allahu subhanahu wa taala dituri dhe drejtësinë e Allahut azza xal, ai do të mbeste në këtë gjendje, do të mbetej në këtë gjendje. Pra zaluman jahula, zullumçar është insani. Nëse jeton jashta urdhrave të Allahut azza xal, zullumçar është. Nuk ka mundësi dikush çdo ligj tjetër prej ligjeve që kanë shpik në këtë dynja janë ligje të zullumit përderisa janë jashta shariatit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Derisa shikoja një çështje. Në shariatin e Allahut subhanahu wa ta'ala gjen ijtihade dhe është dera e ijtihadit e madhe e gjerë shumë, është derë e qelë, çdo herë derë qelë, dhe I sheh besimtarët duke bërë ijtihad, dhe momentin që dalin diçka prej urdhrit të Allahut, dalin diçka prej hikmetit të Allahut azza xal në këtë pikë, e shohin me njëherë zullumin e tyre, mirë po ata nisen me njetet më të larta, me njetet më të mira. Mirë po nëse dalin diçka prej hikmetit të Allahut azza xal,
nuk dhezaj ijtihad. Nuk e lënë Allahu atë ijtihad. Pse? Sepse është ijtihad i mangët pastaj. E ku mo për atë i cili shpiki komplet ligj tjetër përveç ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Allah azza wa jall kërcnoi ashpër me këtë ajet kuranore. Am lahum shuraka'un shara'u lahum min ad-din. A mos valla ata kanë zota tjerë. Pra zota tjerë, Allahu kështu i quajti. Ata të cilët veprojnë në fenë e Allahut azza wa jall diçka e cila nuk ka urdhëruar Allahu dhe nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për to. Pra, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala në Majmu' al-Fatawa në vëllimin e 22 pjesa 511. La rajba anna al-adhkar wad-da'awat s'ka dyshim se dhikrat që erdhën në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se erdhi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdi, la hawla wa la quwwata illa billah, dhikra të shumta dhe dua të ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ya muqallib al-qulub, o rrotulluesi i zemrave, rrotulloje zemrën time drejt fesë tone, drejt pasimit tënd, e kështu me radhë, dua të shumta që erdhën min afdalil ibadat. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, s'ka dyshim se dhikrat dhe duat janë prej ibadeteve më madhështore, më të mira. Wal ibadatu mabnaha ala tawqif wal ittiba. Pra ibadetet, adhurimet, të gjitha janë të ngritura mbi ndales. Pra duhet me undal dhe mbi pasim. Tawaqqaf, ndalu dhe shikoje. Se kjo a erdhi në urdhrin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a erdhi në urdhrin e Allahut dhe a pasoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si e pasoi dhe si e veproi pejgamberi alaihi salam. La ala al-hawa wal-ibtida. Nuk janë të ngritura ibadetet, adhurimet për Allahun subhanahu wa ta'ala mbi epshe, dëshira të kota dhe bidate të shpikura. Fal ud'iya wal adhkar nabawiyya. Pra, të gjitha duat dhe dhikrat që erdhën ato të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu janë të ngritura. Këto guxon me vepru robi, dhe jo me shpik diçka në fejen e Allahut azza wa jall, sikur se ata 3 persona që erdhën dhe njëri prej tyre tha unë s'kam martu kur, njëri prej tyre unë s'kam hangër kur, njëri prej tyre tha unë s'kam fjet më kur. Pra, kena me çu kohën, jetën ton në adhurim për Allahun azza wa jall, e pejgamberi alayhis salam hutbe majti në kundërshtim të këtyre 3 personave. E kundërshtoi këta 3 persona dhe u tregoi atyre se ai i cili vepron kështu nuk është prej nesh, ai i cili vepron kështu nuk është prej nesh, ai i cili vepron kështu nuk është prej nesh. Andaj, nëse dëshiron që të jesh prej umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe nesër ai sallallahu alaihi wasallam të kujdeset për ty, tek haudi dhe ti je para Allahut azza wa jalla dhe pejgamberi alaihi salam të kujdeset për ty, edhe ta meritosh shefatin e pejgamberit alayhis salam, kujdesu për këto parime, kujdesu për fejen tënde. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa laysa li ahadin an yusanna lin-nasi naw'an min al-adhkari wal-ud'iya ghayra al-masnun wa yaj'aluha 'ibadatan ratibatan yuwadhibu an-nas 'alayha. Nuk i takon kërkujt prej robërve, ama bash kërkujt prej robërve që të caktojnë ndonjë sunet prej suneteve, të caktojnë njerëzve sunet prej suneteve, qoftë ato dhikra, qoftë ato dua, për të cilat nuk erdh sunet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe t'u bëjnë njerëzve ato
adhurim dhe për këtë adhurim ti nxit njerëzit drejt këtij adhurimi. Nuk i takon kërkujt prej njerëzve. Kjo i ka taku vetëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata që erdhën hadith wa khulafa ar-rashidin dhe 4 khalifëve të drejtë që erdhën pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ti nxit njerëzit drejt këtij adhurimi që se pas ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bel hadha ibtida'u dinin lam ya'dhan Allahu bih. Kjo është një bidat në fe apo fe krejtësisht tjetër në këtë pikë për të cilën Allahu subhanahu wa taala nuk ka urdhëruar. Pastaj tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala: "Wa amma ittikhadhu wirdin ghayri shar'iyyin." A nëse dikush e merr për vete një wird, një zakon i cili është jashta zakonit shariatik, zakon në adhurim, jashta zakonit shariatik, wastinani dhikrin ghayri shar'i, dhe merr një dhikr, ja bën vetës apo njerëzve sunnet i cili është jashta shariatit Allahut azza wa jall, fa hadha mimma yunha anhu. Po kjo është diçka që ndalohet, është ndaluar prej saj. Duhet të ndalohet robi prej saj. Wa ma'a hadha fa fil ud'iyati shar'iyya wal adhkar shar'iyya ghayatu al matalib sahiha. Dije se në dhikrat që erdhën në shariatin e Allahut dhe në duat që erdhën në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, aty është kërkesa, qëllimi kryesor i kërkesës së sakët. Pra, kërkesa e robit, aty e gjen se është fytyra e Allahut azza wa jall, është xheneti i Allahut, është kënaqësia e Allahut te baraka wa taala, wa nihayatul maqasid al aliyah. Aty në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dhikrin e pejgamberit alayhis salam, në duat e pejgamberit alayhis salam, është qëllimi më i lartë, është pika më e lartë e qëllimeve. Pika më e lartë e qëllimeve që robi mund të ketë, pra fytyra e Allahut te baraka wa taala. Dhe thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, nuk largohet prej sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam illa jahil, vetëm se një jahil, një ignorant, dhe një i cili është lëshues në fen e Allahut subhanahu wa taala, dhe një i cili është inatçor apo ka synim që njerëzit ta pasojnë atë. Pastaj erdhi hadithi, të cilin hadith e përmendin hoxhallarët në hutbet e tyre, thirrsat në thirrjet e tyre, se kull bid'atin dalala, çdo bidat është devijim. Hadithi e Irbadit radiyallahu ta'ala anhu tha çdo bidat është devijim, wa kullu dalalatin fi an-nar, dhe se çdo devijim është zjarr dhe do të jetë në zjarrin e xhehenamit, për shkak se nuk i takon askujt prej robërve të marr përgjegjësinë, të vendos diçka në fenë e Allahut subhanahu wa taala pas plotësimit të sajna, pas asaj që pejgamberi alayhis salam e mbylli me sqarimin e tij dhe Allahu e mbylli me zbritjen e kësaj feje. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sot e kam plotsu përsos fejen tuaj. Allahu azza wa jall e zbriti kët ajet kuranor, ajet përfundimtar i ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha fjalët e tij në sqarim të këtij ajeti kuranor, dhe tregoi pejgamberi alayhis salam se nuk i takon men amila amalan laysa alayhi amruna, nuk i takon kërkujt me bëu vepër, dhe të thotë se kjo vepër është prej islamit e që
për atë vepër s'pas ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, kjo vepër i takon vepruesit dhe jo fejes së Allahut subhanahu wa taala. Nuk i takon askujt që të flas apo të caktoj për Allahun, për fejen e Allahut apo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam diçka për të cilën nuk erdhi prej Allahut, as nuk erdhi në fejen e Allahut, as nuk erdhi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e as prej fejes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo gjë që veprohet prej urdhëresave apo prej ndalesave e nuk i ka bazë shariatin e Allahut azza xal, ajo është refuzuar. Edhe para Allahut azza wa jall mbetet përgjegjësia. Elusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahu na i mundsoj të veprojmë vepra të cilat janë në kornizën e shariatit të Allahut azza wa jall, se ato janë më të mirat, ato janë qëllimet më të lartat, ato janë më të shëndoshat, ato janë parimet më të fuqishme, ato janë pikat e qëndrueshmërisë, ato janë drita e rrugës, ato janë gjerësia e urës së siratit, ato janë kënaqësia e xhennetit. Ato ta mundsojnë fytyrën e Allahut azza xal. Kurse ajo e cila del jashtë shariatit të Allahut azza xal, aty është dora e shejtanit, aty është mendja e xahilit, aty është zjarri i xhehenemit. Ashtu si tha pejgamberi alayhis salam se çdo bidat që ka devijim dhe çdo devijim të çon në humbje në zjarrin e xhehenemit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.